kemi qenë duke bërë një lidhje nga parlamenti me një nga deputetët e Partisë Socialiste, kemi qenë live dhe në ato momente ndërkohë fillon dhe dëgjohet ezani. Mirë, po ishte shumë afër, sepse dihet se sa afër është parlamenti me xhamin, domethënë në ato momente dhe ne na kap një panik, po themi, sepse dhe nuk dëgjohej mirë, por dhe në respekt nuk duhet vazhdonte intervista dhe Erinti më kërkon në ato momente që bëj diçka, domethënë përmblidhe, mbaje pak ti me fjalët e tua, atë se çfarë është duke thënë i ftuari deri në momentin që mbaroi ezani. Edhe ajo ishte 5 minuta. Nuk e dija se sa zgjaste, ndërkohë në terren ishte operatori Denis Sejdini, që është edhe bashkëshorti im, në ato momente ja kërresha aty dhe thoja pse nuk po mbaron, domethënë nuk e di se kur kishte edhe ai fajin, por që në ato momente kur je aq i tensionuar ti nuk e di se çfarë bën. Dhe ajo dalje e deputetit nuk po e përmend për çështje respekt, ishte dhe e para e tij në ekran. Ka dalë me një ogurt të mirë. Ka dalë me ogurt mirë, po, me zërin e Zotit në sfond kryqëzimit.